Mirëmbrëma shikues të emisionit Koshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Koshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë i kemi prezant. Kësaj radhe emisionin do me fillu pak më ndryshe. Para disa ditë ka ndrru jetë miku i emisionit Koshia Show, por sigurisht edhe gjithë shqiptarëve, Adem Selman Shala, i njohur për gjithë publikut si Babloku, ndjes post. I ndjerë do t'i mungoj normalisht familjes shumë, po edhe skenës emisionit Koshia Show, si edhe gjithë publikut. Ngushëllimi familjes edhe gjithë dashamirëve dhe miqve të tij. Atëherë filloj me falënderimin e sponsorëve. Sponzori jonë i parë është Uji Sibura. Një shishe Uji Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Faleminderit shumë. Dikush më pyet pse e ul këto. Këto karrika të mira të bukura mundi me porosit e kokër sofa. Gjithë që dëni me posë si karrika. Mundi me porosit atje. Dorë të kitje e mollës është për menduar. Sponzori tjetër tashmë rutinë ju përdini është pija Aronia, lëngjet Aronia, që nuk janë vetëm lëngje, po janë edhe pije me veti shëruese. Ku pranore Sat Berisha ka orë nga Zvicra dhe ka investuar në Kosovë. Faleminderit shumë. Dorë të kitje e mollë për këto është prodhim vendur. Është Ger Group me ndriçim profesional, gjithë ju që ju vini ndriçim profesional për restorantin e dasmave tuaja, e gjeni tek Ger Group te kushtrimi i Tishi. Dorë të kitje e mollë sigurisht për to. Vendi ku ju mund të gjeni generator industrial dhe shtëpiak, motocikleta, skutera, si edhe pjesë rezervë për gjitha këtu produkte që i përmendëm më herët. Honda përndryshe KS është zgjedhje e duhur për fuqi dhe kualitet. Dorë të kitje pak për hulje. Është Diamanti Cleaning që na i ka pastruar skenografinë tonë të mrekullueshme, edhe që na i pastron sa herë që ne kemi nevojë Miluti. Faleminderit shumë Milutit, si edhe është bletaria Besi në Ferizaj. Dorë të kitje e mollë për bletarin Besi. Shikues të dashur, sonte do të kemi një rrëfim vërtet të dhëmshëm. Sa dhëmshëm, aq edhe preks, do të flasim për masakrën e Qerezit edhe Likoshonit. Për me diskutuar lidhur me këtë temë, sonte kam të ftuar një mysafir vërtet shumë special, se më kanë nderuar shumë që ka ardhur. Është i shtyr mosh, diku nëse s'gaboj ka 84 vite, është një plak i cili ka vujt jashtëzakonisht shumë në luftën e fundit, veçanërisht në masakrën e Qerezit dhe Likoshonit. Aty ju kam vrarë 4 djemtë e tij, fatkeqësisht kanë qenë dëshmor për lirinë e Kosovës. Me neve sonte është Basar Sheremet, se i dy e ftoj me dorë të kitje të madh. Ma shumë i lutem. Hajde Basar Sheremet. Unë me se. Faleminderit shumë që erdhë. Mira ju rrit. Çe shtopja ku dush. Shumë më afër. Faleminderit shumë që erdhë Basar Sheremet. Mira rrit e ju vëshin. Më nderuar shumë se kozi do vjet. Po kështu i ri, po duket, halo? Ja, po do ka me si qërti. Ja, orë të jetim ke nëru, edhe në musha që të morë më nëru, me një mundë. Unë falënderit shumë, se mu më ke bondet ma që ke orë. Ani, njëra të rritë dhe ty që në ke thirë. Edhe atë që kemë të ti na prite ko gjë mirë. Nuk di, plesh mujnë me si mirë, po që më bon atë nësi sa ke pasë në ti. Basar Sheremet të ne kom po, shpesherë për intervistat kështu, edhe kam qenë i ri në atë ku kur ka ndodhur masakra, thash edhe dita nud e Qerezit edhe Likoshonit, po nëse mund është tim pika shkurta më na tregu çish ka ndodhur. Të më nisë për 95-ës. 95-ën, im konë të shpija, jem njëri boj, kom punu me bëjsi, si mirë me kurgju. Bineshti kom pas studenit e kam pësu fort. 95-ën më kanë thirë në u, do im shku 6 javë ditë. Ditën e mram mi kanë li Binesht, sërbisht 4 vjetë, 2 altia këty 2 vetëshën. Nuk fola, sërbisht se thësha i gabim, se kom thonë përgjezën, njësova i kuqisë të dorë, sa qaj bu në veti, pëse s'pë folë, Binesht në pru, thash, jo, që tash po më kalëzë shqipë të kalëzë, për sërbisht se di sërbishtën. Unë e disham me asi, po s'disha me përkëthy se s'kisha full. Edhe më thanë, shko beri djemë, ti më shkujmë në ollë të shpia, këm në javë ditë, në Azmija, kish kalëzën e him nëtë, për babë kalëzën, që ho bomë, se s'kanë shu, thash, më kanë shu, boni besa s'kanë shu, e po shqipi djemë, thash ju, qka, thash, u kanë lip ju, bre, sa unë shkoj, ju, bre, jo le më shku, ja. E thash, mere beqirin, ushtë një leonë, dhe shqeciri që më ka pështu, ma ata 16 vjeç, nuk ishën 16, po i zvëglova. Edhe pega zepi kum kish.
Se po kishtë është amirën për thmija 16 vjeç. Si më shkurtu nale, po më thet Bob, isha shku, thash ju me hi atje, ju që më gjollë ti me hija. Në di që akëm përjetu, që s'kam 4 vjetë shkollë, për me bujësi, ti jenë fakultet, s'kam kalzu, për ty në del punë me hi aty. Tha, Bob, ja, boni i furë, ti njerë për 3 herë, më ka thonë. Pse? Dolin fjallët mas 10 vjetë, mas shumë të 30 vjetë dolin. E mas në një të keqe, a moni të kjo, boni i furët. S'kom pas problem, se kom përgoj e kërkon, po erë kjo, a më boj fort për ta. Jo për tjera, për ta. 96 në orë më kanë morë të shapet, milicia më shku, më kanë li vlovni më shku. Së më kanë mu, së më kanë shu, 97 në djenë të një konë të më strata, 98 në 28 shkurt djetë më kanë vro. Premtën ka diplomu Bedria, a i kishë pas diplomu s'ka kalzu, që thunë në 28 shkurtin vro 4 djemë, të kanë të rosin, lika shane dhe qirezë. Që na ati më konë pa pregadit, na s'kemi ditë së kërështë ashtë. Unë më konë të vlavë, prekoze la ushen konë aty problemet e veta. Na ja po ndodhi, më si ndodhi, po dovka me gjithë një renë, me pështit zhjotë dhe me qënru. Se kur njëherë për shka s'kem prit burë të mirë, gjithë këqia. Edhe jo vëshdim të mi, po ljume që ka në jetën për qëtasit, tash për këthena për thëmë, sa dalë mërzit nga qash për këzona, për shka, kretë lazët e mi e mëtëra mine për puna. Kur se kem pos lirin, që tash e kem fitu, që tash e mi këzu, që tash se 84 vjetë ljeri vujtu një hjekun, kur për shkojnë komune, për më zëvat zemë në së më presin, për më doket, ju më përtri, për më doket së më kanë dekë djemë, kur në erë liria. Nuk është letë, nuk rëronë, po për vend tonë, për lirim tonë, kur të sosh, s'kem që me bo, në ka rëfati. A ke qëllua ditë ti kur jam vra? E unë, më konë të vlovarë që i ka tina s'kem ditim shku, thate, kem 2 mëtra tjetë, vlovë në smonë në konë Prishtinë, kem nejtë, s'ka pas ato bësë kërë mi dalë me i për drenasas për Skendraj, kesh pas për pej, të kërë një mretit, të kumni, thanë për liftojnë prekozi, la usha me ta, edhe jemi orë të poshë këmjonë, zabel tullë me një kerë në taksi, o a vyjt njësi, për e mërë e tha shkanë prekaz, ta qita e fashëvire dhe djolla, për të më në qitë kanal, e ju morë të të ferenikli, ditë s'kanë të ferenikli, dullën dhe një për tu, të gatim të zunë, shkonë të thmimi të adhene, për Qikatovë. Në e thënë malës të kararët e Qikatovë, si shkonë 5-6 bura unë, që folën me ta, së më kalzonë, kër hina manuale që unë i djallë. Sa thuj që ti plakët prekaz të qerezë dhe gjedhe dhe li kashonë për liftojnë. Thosh, hojde dhe, kënë prekaz dhe në laush që ashtë më rejti, unë isha prekaz. Pa kur që ka orë. Ma ne kër shkuva një djallë me bësje nuk onë punë që të Qikatovë, edhe në malë për në gjënë, basëmet. E ka një spesë sa bojë, të të ju dhe të gjellet. Mësë shko, ju më dollë të s'kenë në molli, këm nejtë atë në atë të s'kenë mujtë me shku. Kem nejtë në malë gjithnotë, nësë të të mësillë gjithë ditën se këm ditë. Kërkon niva për dhe që në vrapë, për djemë kërkush të më kalzoj. Tej, kër imi shku të shëna në dilën, të shpia, e këm po aty, rëbë me këshin morë me këshin qu, të nuk e ishin namë kanë bo mirë, edhe dullë gruja, për e thomë që a bo metëm pa djemë sa shka thonë zoti. Këfshin të otim, këfshin të tërkuj, i ka morë zoti, pas ka shku që ashti. Edhe i poshë nërë shpi 2 ratë, që ashti këm një këtjerë venë aty. Më bo njëri një kusherin të poshë zoti, më shka basë me të zoti, ma drejtë, në të kur shkajtë pësam. Po e vallohi, dash 10.000, dash sa du gjenë ka pasat. Që më konë halë, që ka i ke kërset kënë dha, më shtrëngaj ka mërë vëllohë, mësë më shtrëngaj se së që në raj. Po, në pështeta zotit, edhe baba vra me gjithë një vëllohë, theshin për atë bërë gjysh një vugër konë, për ka qëndru, thëmë, mu isha me pështetë zotit me qëndru. Edhe, erë dita që është i vranë, nëmë një mëjë zotit, ju mënu me qëndru për hatët zotit tyne, për që tokë, për që ta se kanë dhënë jetën, lëmë ata për vetën, na do të qëndrujmë, e sholla zotit,
i shpëlet me xhenet, i sholla, unë pas sa po bëni gjë, sholla Zotin e bashkon pak më shumë. Të dimni unitetën. Kështu për hap të Zot, edhe ke fitum lirin, kur e fitum bën më dashur. Atë kujtuhet atë momentin çka tha gruaja në pashurtja në fillim pas djemve. E keni rast interesant që thotë domthonë kam harruar djem. Po, masën e në shpinë aty net, e po dhe të shërëmet, më zaval kom po sant natë, këtu ju mjetë vetën, sërë që më kanë vra djemët. Për mi se 100 vitin kënë, tha të uta po më shka ftyra, me ftyrë shakësosht, e djemët të në shkufshin, edhe unë jetën për shtodhë. Tha se smet më shkollë shpetemen. Kur nuk araj, më ka thonë, thash po, që ka thonë zëtë, tha, ja që ashtim kohë, në arëva djemët, po të shi, aty e ndollë, një tenë kohë në Prishtinë në barë, ka shkon kishë pasin dhe ple, e në orë një grupë të qekes, një konë 5 vetë, o konë gë një shtatë lozë dhe pila ushë gjeci. Nga një gjeci, ha? Nga një gjeci, Gjafer Koca, Muj Shabon, një rifat Mziv, edhe një qërës një djolli një javë një, thanë shumë djolli të si këmë gjoftë të asë një unëm, jenë orën hinë ma hollë, e shku të seferi ma nga të kanë posë, ati seferi të vëro një djolli dhe Rukia shpe, tjetë djolli vëro në bërtemin, e në orë për e të ujtë kanë thirë, s'kanë bozo, kur i kanë gjoftë, gruja e reja këshin, e një imrana. Unë këmë shku një vetë atë 2 se reja shku një klasë me ganin, gani ademi u thirë atërë, ma vonë këmë thonë 5 vetë një kënë si që ke 2 djathë. Gani ademi u thirë gani gjeci në atë kua? Po, ja ademi të shku në atë kua, po ma vonë kanë bumë Gjeci. gjeci, 7 vlozë gjeci tash ma vonë. Kush ka pri, kush shku ma i forë si më konë me të asim, me thonë, a jone, qështu konë ata 5 vetë, këmë i përmenë, kush ma i forë me lega ata, din shqynorë. Po e në orë E ki edhe një foto interesante pasa Sheremet me nud me djemë të vro, atë natë ke qëndru të i vetë nud, apo? Po, atë kalëzaj krejtë? Po. Jemi shku kemi mërë bukë të në kejshi, ishin ljodat është në dollë, hajde bdim, hajde të shumë nuk i ljohë djemë vetëm. Jemi shku orë dhe lilë qërim një doj për shpatalve, thasë flejë, tha shumë 2 net për gjumë, një natë të vlohë për qef, promë këmë në kamenicë. Gjithë në të në qutë. Thashe këmë qenë me rovë si të bimë mërë gjumë i pak. Edhe im rovë sa këmë fjesë dhe im qu, im shkuj këmë morë ngrykë. Im shkuj më rovë, e këmë thonë beqire mërë agryke, bekim nga tina, pëse im shkuj dhe për bekimin. E morë një më rovë së më ka morë gjumë. Hadhe nazmin, edhe herë, betin 4 im shkuj këmë morë ngrykë, së kur që tashtë. Djemë? Djemë, këvumet të tyne. Ka dalë, Fiat këtë dëborë, ma karzoharin e më dhimë të në dhe lëpë. E kështë fryma hindi, këmë morë dhe drasët, dhe dojtohës, se këmë qitë. E atë kanë shpirtë. Jemi i mëro, më quaj doja, tha, pas kanë zhumë, pa kanë, thash me kaj s'ka doja jem. Thash si më koni këmë morë më rikëtheje, sholla, thash valloj, po. E pështeta zotin me i zoti. E gruja ka thonë, e arriva dendë kënë e ftyre. Ftyra me më dhe se djemë Sheremet. Edhe këmë i për mene ka full qashtu. Nuk nga dy dhe që aty. Po, a i shekështu në bëse Sheremet pa dosht më të mërzit, a i shenë ndër në ere? I shek, po pak herë i këmë po për pora në njërë. E këmë po një orë, kemë ledin nërë beqiri në teshat bora, tha, bo më së të se si e vetë në gjithë me ty. Ma vënë, këmë full 2-3 vena, i po shumë nërë në isa më mërzit, e më dullë beqiri për pora, babë sa më mërzit zbanë. U këtheva në gjothë më dullë Nazmija, u këtheva shmojtë më dullë Bedria, u këtheva për mas bekimi. Nuk gjeta rrugë i përtjeta Zotit. Zotin një më ka një mu, pasha Zotin, keshije, misije, gjinë e furtë, më ka dhënë dhe kra një furtë tonë finë fije. Edhe te i këtë, tash pak o bo vjetësia, pak ma i lekë, pak ma asi, po jo po mani, jo po masesh një kupa dalë për më nërujnë gjinë, Zotin nërë të rujtë. Tonë bënë fort, shkona ka hjek, plesën e pak dëshirat, bënë pak ma dashtën. E njoni prej djemve nëse s'ka bëj të kalon qike djole, po? Beqiri më ka një djolin edhe qikin.
Ta është edhe këty po du me kalëzu. Boba më ka vra 44. Edhe unë e si këtë 3 vjetë që këm posë. A e ke një babën ta një? Heq. As fotës ke po kur? Në farë ven jemi konë që është, po të dikush prakozë, thash prakozë një du, thash më kësha desh të kësha po siret basë me di qëfa sireti. Jam me ditë u konë i urdë, a u konë i shtira, punëtora, pa punëtor, për nuk e në gjë heq. Thash dytën kënë të shëpë i prakozës e du se ven lindja babës temë, dhe unë jam prakazë i dollën qerez. Tash besi, një pjem se ko ato se edhe ka fotën, edhe i kalëzion që folë konë beqiri. Pak ma letë, pak ma mirë, s'kem pas fatë kur që heqë. Që është u konë koha, të është një vëllohën 55 në më ka dekë 13 vjetë, jo mjeti 20 shpisë, që 71 vjetë a 2 që është i 20 shpisë që këmë njekë, atërë konë s'ka me modhe, me një bujësi. Konë s'ka me modhe, ke thonë që ke punu, ka ndohë që ke punu dhe për 1 kile mila. Unë 55 në më ka dekë vëllohë, 56 në që është në punëvë, shke pas bukë, s'punëvë, s'ka pas kush më punu. Si thmi. O konë që së lakë, po tuna pak ma shumë, edhe nuk është rrimë shku më prashit. Më kujtuet të kësad, s'punej këtu, ka mi e seri gaj këtë gjithë, në thash me dhvi që i des, nuk shkej mu që o liu edhe. Një none jemi rahme ti pas shpirti, 30 në ka lej me dhe laknjo, kur për shumë, mujtë me zgjetë tapet shkej, ti mu e rept. Se kësha vlovë me këshlon 2 djemë, ata se unë e vlovë asmoni, pak ma të rritëm. Në të vujtë e hijek, edhe unë e këmë punë, mojtë krejt djemë me një bujësi, s'këm punu kërkun kur. Po, është zërë me folën me thonë, po thamë edhe 50 vjetë, po edhe 100 vjetë s'ka me folë, zëtë i binet folën këmë. Po edhe drejturim ka thonë, kuku për mua ditë, sa të aftë e konë më shtyvë. Mu më steshin djepë, në e ka i notë në drënicë. Pe i këtyne morë shkrimet, ata kanë kalu, këtë e tha, Nazmija u konë ma javës, ka kalu, Bedrija tha ma bënë ka kalu, këmë posë jam i qitë kodrë të forte, ku që këmë posë, që ke bërë drejtër. Nuk me shumë me full. E sot nipi besniki, a i ka go? Besniki, mirë, ma i mirë kjo, po ata, në konë atërë e kjo. A ke hek me rritë besnikin? Qitë e keqë. Unë i këmë rritë djemë të krejtë finë fije. Kanë thënë smija në djepë buka në qëre, bonë sahura. Vallo he, edhe sëtë këtë për cilim duke të vogël. Du me përshu pak. Se u rritë o bo, edhe dy të në bo shërbim publit, kjo fës e ke, edhe që i ka është, në balë në punë në shërbim publit, dy të mirë, këto ku martu, ka një qikë si mu dhe remë, në ka gëzë shpinë, pasha zotin, thash jo ka morë unë i dyve djollë dhe qikës. Fësë për në nipja? Fësë kë? Po, kjo në fës e ke punë. Dhe më thonë amanetën e bobës e pas ka që unë venë? Kjo që ashtë, më tha dikush mujtë më goa aty, me thash aty nësë i gomë kërkush. Tha, zërë me i ru dëshmërë, tash. Tu dëshmërët mundën më shku njëri pak u dhe bobës. Tu dëshmërë se i shkëm kërkush vëllo janë. Nuk kem, na, më që i dollë për bolë, shkallë më mbra. E pas kanë pas ata, fatin që se fare. Unë e sonë të e më më ta bundi një dhërot vugël, e kom bo qëto një fotografi bashkë me nipin tanë. Ani, një ratë rritë. Se e di që ti i ki edhe në udë aty, se e thashën gjithë të stonë të nipit. Zjotit nërë të trujtë, është problemet mira. Zjotit është problemet mira. Ani? Do të kiti për basën Sheremet, se është i jasakëshëm. Njëra të rritë, falem njësë shumë. Unë veç për me di që nipi pe qëna manetin ven, edhe të babozet, edhe dëshmurve. A bëdhe me fullështi? Po. Plesht kanë thonë. Sa shkon një qapan me gjohën, një unë i këna i e filonë, të të është 2 cigare që e plakë, të ishtë nësë të pedonin. Me rë cigare, kur shkon të bo, me dha një unë i plakë, ta që e bu një selam, që 2 cigare donë, ta i thashtë, o bo, në ko cigare, kurgjë, po njëra e moze. Edhe në zëtit njërë të trujtë për qëtonë. Matë mirë sekretë të fotat që më rrë. Do të kiti për basën Sheremet, falë di shumë. Basën Sheremet,
Nëse na lejon neve se atë dita në UD i ke përmend edhe do ushtarë të ushtrisë ligjore të Kosovës, edhe përmend edhe më herët që thonë po kris lufte gjel. Po. E sonte i kem ftu unionin prej protagonistëve që i pore ka kërcit luftën kundër armikut edhe kundër shkive, shkur shqip. Me neve sonte është Basa Skender Xheli edhe e ftujmë bashkë me ty. Hajde Basa Skender me dorë trekitje, mos është. Më nëmë Basa Skender mirë se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. Hajde më shumë. Mali Sheremet, a u lua dhe? Dorë trekitje për Basën Skender. Basa Skender, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për juve. Me ty që me full ti rrëfimin e dese ke qenë dhe protagonist vetë, kish me hit direkt në temë, që është ka fillu. Na po hina direkt në temë, po e kem një problem. Ha? Kena patu me hinë temë, po s'po gudzojnë edhe me hinë për në temë, se po na shajnë në për Facebooka, nuk po gudzojnë me kallëzu që jem kush jena kom. Kem shumë presion për disa njerëzve, këna me full po, ata në shajnë po, apet kanë me ronë kërështunin. Për kuj, për cilë njerëz? Po, kem për shembull partive ndryshme si që është vetë vendosja, ka shumë tjera. Se? Mos t'i përmenë me emën. Po ja vrojmë synin, çka di unë. Se përdu ka problem me Skenderojnë apo veç me një individ? Kanë problem me Skenderojnë, kanë problem me Krejt Renicën, e kanë problem me ata që ja kanë kry pushkën Shkapët, edhe që ja kanë kry pushkën Serbisë, se pa ja po dihet Celtas që ata gjithë janë bashkëpunëtuar me ta. E kur ata janë bashkëpunëtuar me ta, sigurisht se që ja vret synin Drenica, ja vret sonë, ja vret saj tjetri që ka kapë pushkën. Pra ti po thu Basa Skender pa dosh me politizu emisionin sonte se jemi ftu për tjetër temë, nuk ka problem veç me Samin, ai ka problem edhe ma... Ja, nuk ka ai problem veç me Samin, ai ka problem, me gjithë ka problem. Na i pam ata fort mirë, kur i kënë pyetje për president Murat Jasharin e Murrën, shkun në kull tina, edhe propozun për president. Ja u thej Murat Jashari, tha ju, nuk shkaj gatë e shajten në basën e ripat, në darsëm të Haradinajve. E kjo qeltas po kalzohet, edhe qeltas po dijet. Ti çka kini mesazh drejtuar? Ornani? A kina një mesazh drejtu kryeministrit? Vallaj, s'kam kur farë mesazhi kryeministrit dhe që kësha thonë që me nejtë mirë, bre, se gjohë si kena bon. Ja kena shiru këtë ven, e ka morë Hazdër, e ka morë krejt Kosova konë e kaltë, krejt Kosova konë shkrum, e hinj, unë dërtuë, jonë maru shpijat, jonë bon tana, jonë maru rrugët, jonë maru asfaltet, jonë përmu institucionet, çdo gjë është në rregull, nuk e di çka ka të keqaj. Ja tha, apo çka e mënon. Mu më nërmenja si kur që mos ishin u qekeja, edhe mos ishim do burat fuar që në konë, tash për duhet më thonë u qekeja, se u qekeja nuk ka fillu. Për i së vëdit. E vërtet? U qekeja ka fillu e për 1916, e dek të e me 98. 99. Peja të hershit ka fillu që keja, gjithë ato breza që në konë, gjithë. Të lanë në pse ka pas emnin Levizja Kaçaki, pse u konë Kaçak, pse u konë atëherë kanë pas emnat e vetë. Njëjtin qëllim e kanë pas. E kanë pas, por njëjtin qëllim, Sudit, e kanë pas edhe ata peja të hershit e diktene me Sudit. E thot veç edhe një pyetje edhe mos kisha nguska politika, e thot thasha marrë një farë dritan Guxhaj në një televizion ish ushtori i Shtrisë Ligjore të Kosovës, është djali komandant shpendin se s'ga bëj Dilaverit, thot që general Samili Shtaku në kohën kur ka ardhur kryeministri Kurti Ndrenici ka lutë mu vesh, por nuk u vesh. A është e vërtet? Është shumë e vërtet. Jo që u konë vesh të Samia, po u konë edhe në Likasë u konë. Dhe nuk ka prenuar, se ai Kurti nuk ka prenuar kur që qysh. Kur qysh nuk ka prenuar me veshën i formën edhe me kapë armën e me dalë arminkut për balë. Kjo është shumë e vërtet. To kush që marë nuk ka. Mirë, po tash kumë një që u bon edhe veteran i rajshëm. Ai po dele po thot
që unë bon veteran të rajshëm, kurse e qysh mi thaj dikujna veteran i rajshëm, kur vetë është veteran i rajshëm. A dolmi tek tema për shka e na thirë sonte. Hajde për Si hajde. ndodhin ngjarja në se basa Sheremet e përmeni ma herët tha gjelë për luftujnë me armikun, me sërt. Si Po. filloj basa s'ki? Atë ditë me 28 shkurt, Mhm. në 88-ën. Ka filluar në Likoshan, Mhm. u kon e pami Abdullah Ninkes në Glana Sejlë. Mhm. Kanë orë patrullat e policisë të kontrollu dhe kanë orë një kërë të shku në pame për kryeshnash. Mhm. Të për Abdullah Ninken edhe u kon një grup, dy grupe të qekes. Njona grup ka shkue për dhe për shefce dhe nuk e di ka në shkue, i din ata punë të vetë, ata Po. grupi ty në ka ju në kon. Po, s'ka problem. Kryesore ju në kon patrull gjatë notës, Mhm. tjetra grup, kënena jena kon dy grupe, edhe na jena kon në vetë Brahima jetit. Kone ju më kon në vetë Brahimit, nëse na jena kon tonë. Aty, po aty jena do në vetë Brahimit. U kon Beqir Meha, Gjem Kodra, Isferati, u kon Jaher Hajdari, u kon Sabit Ladrovci, nëse Sabiti nuk u kon aty, po orë masa nejnë. Qita njerëz jena kon aty dhe jena do Mhm. në dy grupe. Mos Jashari, Musa, u do tjetër grup, në do tjerë, jena do në tjetër grup, jenë shkuve për Dobrashevc, nesër që kajnë në orët, për me hinë, më orët se Elam Muzatet në të Brahimit, më takue, Mhm. edhe në ishëm shku për Prekaz. Mhm. Në ishëm du të i prit, në orë në të Brahimit, ata veç i njëtëm orë më të kur kresen. Mhm. Ishin orë kërën policia, kërën që ketë shku me po, edhe ka vinë, ata i shohen policinë edhe i vinë tjetër rrugë. E nuk e kanë ditë rrugën për me hinë, po jonë hinë, për mos më taku me ta. Kryesore i kanë hetu policia dhe se kanë po kërën që po ikë, a dini e lëshaj rrugën u këthyt, a ne na, ata ju kanë plukë për mas. Edhe ku ndorë të gjatë lisat janë lisa me shaj, ata ndalen aty edhe krisin pushtë e para. Peja të ujt, jena quna pej Odës Brahimit, edhe jena dalë une, Gjem Kodra, Beqir Meha, Recep Recepi, edhe Beqiri, djalli Brahimit, edhe Zeqa, djalli Brahimit, edhe jena dalë kam trup për Adanit, Likoshanit, edhe trup jena shku, për jena shku. Taman jena shku orë tjetra një njëve policisë, të familja Ahmeti. Kur jena ata, jena do, i kena në pozicionit, orë kërë i policisë, ja kena lëshu që të edhe u likvidua i kërë. Zeqa me vlodë vetë, me Beqiri ko pak më poshtë, Zeqa pak më naltë. Dhe shpija kushërive. Edhe aty fort mirë, shpesh herë e fletë Zeqa, se ju më konë deri me 1 metër, është shumë e vërtet, Mhm. që nuk u konë heq më largë. Se dijet, rruga që u konë më njerë, balë për balë. Shumë e vërtet është që asë 1 metër nuk i kena pasë. Vionarë kanë krisë armet, u metë kërën thera. Unë më konë me isen, Beqiri u konë me Gjemen, edhe ju ndalë. Ju ndalën e pej atushit, me shku të njëva, me këshyrë a vranë kreta pështajnë e jonë. Të shku të njëva, jëmë zatet me regjen
krah për krah, me thonë, as 20 centim si kom pas. Ka kris vest, 2 herë ka kris kaloshi, edhe ka rrugë zeqen, atë regjen në tëllën tëllë. Edhe tha morë, dhe loj tha morë. E këmë këshyru lë shuhet, tëk në tëk, unë im shku do grillet e njëva, edhe njoni polic, milec, se policia, po milec, i shkan ra, atje kohët me kryen tëk, në asfalt, kom bjerë njën, altin në dërë, ja ku marrë altin, ja ku marrë kalashin, jo më hinë, i këmë këshyra të tjerë me cevë të altisë. A janë gjallë, a janë dekt, jarë të lëva kryt njoni, që të kështë tjetëri kështë, është dekt janë edhe me të në 3 njëvë. 2, aty edhe ai që i met në tëk. 3, njona ka ikë për njëve i plagosën. E ka shtyja të shoqin e vetë edhe ka dalë. Ajo u met i plagosën, mos dim që ka u me tonë ma kryesore. Nuk ka zgatë shumë, u dalë Naser Gjeli, kushëri jemi, me një pushke M48, edhe ka gju, nuk ja ka thajrë se kishe këte ma qëmë, edhe ka gju atë pushke ka lëmë midis asfalti. Edhe bile shajti, tha nonën, tha nuk po mi dhejtë fishek, tha s'po mi thajrë, e ka gju atë pushke në rrëz e ka lëmë, e ku morë kalashin edhe ja ku morë kalashin e policëve, milicëve vranë, edhe këmë thonë mërë që tonë. E ka morë Naseri, në kalashin, edhe ta që këmë thonë, është burra, helikopterat vesh erdhen. Ashtë e kemë këtë sakak. është sakaki nga të shpia të Ahmedve aty. Ashtë për kemë sakaki në ri, është një tjetër sakak pak ma nena, bali Sheremet e di, një thërin sakaki i ri. Ashtë ata që i qitën në navratin Sheremetin mos ka shumë. Edhe për dalën për në zonë që atë sakaki në ri, e hajde di kushtetësëm, e dalën bile, ata e kanë morë në regja desh në vend, e kanë morë regjen, edhe e kanë shtite familja Ahmeti, e kanë pshef aty, që mos me javë gjithë, edhe është e vërtet që nuk e kanë gjithë regjen, se me kanë gjithë regjen, e këshin morë edhe regjen, e këshin qumë në Prishtinë që i kanë quë ata tjertë. 24 viktima që i kanë quë në spital, regjen nuk e kanë quë. Se kanë gjithë regjen, e kanë quë Naserin, e kanë quë Muhametin, i Muhameti u konë të na, të boba janë të najtë, peja të ujtë ishtë që u ishtë dalë, edhe u shkuhe, me Sakic ka liptu. Naseri? Muhameti. Dhe Naseri ka pas kalashin. Me Sakic kundra forcave serbe? Po, vëllaj, me Sakic. Ka sjell, është aty, bashkë bile është një për emisioni, kër e shetë Sakicën, plet gjak. Me Sakic, ka qindru Jarani, dek të jena ju dek. Dhe e kanë vrau. Edhe Naseri, me kalash, ka qindru deri sa u vrau. Jena që... Po? Ndeshte me thonë diska. Jo. Jena që peja të ushit, jena dhalë të poshtë, se vesh helikopterat, vesh mretën 2 helikoptera. Jena mriju është një parveni, i thëvin kronika qërët. Edhe jena shku të është kretë me të dhoni, e sa i qëpë malë pak që është pak me madhe si shkja. Edhe jena nalë. Municioni thuja vesh në vhargjit. Municion kena pas vetëm që ta kalasha se e kena marrë shkjeve. Tënë nuk kanë argju. Edhe kena jeste poshtë, i kena marrë atë arme, o kena marrë armet. Kena jeste poshtë, jena shku në Kashar, na vishin helikopterat, po si shumë gjendje mi gju helikopterat, sa gjët helikopteri me kalash. Pati jonë, u konë dita shumë nëzet. U konë dilë nëzeke, si kur me konë në ligjen. Edhe ka vishin kështë, ju roke dilin ty. Ka u këtheshin të nena,
hije s'na pashin. Ata mushin në vrap pe helikopterit tonëve. Aty jena konë une, Gjema, Beqiri, Zeqa edhe Isferati. I baksit. Dhe këte jena në mbromjet jena që jena dalë për atuit, edhe ka dalë jena shkue në nëd, Taher Beqirit, djallit vllajt Tisës. Jena shku aty, na kanë pru dark, na kanë pru qaj, na kanë dhonë dohanë me pi, se s'kemi pas. Masi kena umër dark, jena quë, unë e Gjema dhe Beqiri me shku për prekaz, me morë municion edhe me ky. Është problemi që na nuk e dishim çka u bon këtu, a kush o vra, a sa u vra. Sa i në vra. Nuk dishim për gjë. Dhe këte e najtë nesrit, kërë këna morë vesh, pej era njungzit atëherë u konë. I këshyrëm laj me të që atëherë kena ditë çka është bon Likoshan, edhe në Qires. Dhe ishta më që u me rreth, ata më thanë jo, mos shkofa, se ka situata kes një ere, arre, kom najtë për kaz. Për herët më ram, që ditë kom najtë me komandantin legendar, në Madem Jasharin, erë në të Ilas Kuadrës, edhe për thot, tha, vallaj, tha, u bona mi madh atje, tha, po nuk po dija me ju thonë, sheqer që jeni pështu, a ma mirë të shqit vra dhe jo. Thumë na qysh dush mëre. Ta në im qune edhe kumec, im shku, plët gjene, plët njerëzë qështë. Do prit dhe këtene sa bëvarrimi. Pa mos nështë që kam pos humbjet moja forca sërbe aty pas e Skënder mëndaj kanë qyrë mua atë morën popullot pa faqme. Forcat sërbe nuk kanë pas shumë humbjet moja, se si në konë shumë ata 3-4 për ta, kur që nuk në konë se edhe një 2 jënë brava tjetë një vaj parë, 2-3, edhe këtu një 4-5 vetë. Me logarit krejt 6 vetë që jënë brava të nej, se pjagun e jonë. Nuk jenë komfort humbjet moja për aty, përse kanë pas ata për aty, për kanë pas për mi friksu popullatën. Edhe me edhe frikë popullit që mos mu angazhu në shtënisë lindare. Po fatë bërcesht, jo që i frikaj, po i trimnaj. Edhe prej atukshit kanë fillu u qunë popullata me të madhe me të vogël, janë armatues, pe që atu i njek moskat. A ditë e në kom me moska. Pe që atu i njek moskas, mosk nuk ka pas, ju ndalë qeltas, edhe pe që atu ka fillu mobilizimi i gjithë popullatës, edhe i gjithë atë dhe dashve. Kush e ka desht atë dhevën edhe kush ka desht, mu inkuadruën në ratë o që kësë, u konë pe që atu të masë. E kur ka ndodhë kjo, e basë Sheremet të nesën më na? Pas e keni sulmu ja qatë ditë? Ja, qatë ditë. Qatë ditë? Qatë ditë. Do më thonë, pe juve mëndaj janë shtu forca sërbë dhe ka një të... Pej neve ju në shku të këta. Do më thonë, ju nërë, nuk ju nërë pej neve, po ju nërë pej Skënderajt. Por na kanë vra neve. Pej Skënderajt, pej Voshtrije, pej neve në shku të familja mi. pej Drenosit. Pej Skënderajt ju nërë të këta. Edhe pej Mitrovice. Ju nërë të këta. E pej këtyne të nëshi, ju ndojnë në shku të familja Ahmeti. A ju në konë, ka pas forca shumë forcat moja, të trikatunë në konë rreth. Krejt në rreth, po me Likoshan, Qires, Baks, krejt në konë të rrethune. Nuk ka pas as miza ka hinë. E thonë më herë që aju ka ardhë edhe komandantin legjendar me i dojnë ndim? Shure, unë me thonë që o konë komandantin legjendar me në dalë ndim, nuk muj me thonë,
se nuk e kum pa. Sen që ka se kum pa, së muj me thonë. Aty u vra Regja, Beqiri u quë o shkuë, me i kaldu babës vetë. Me i kaldu Brahimit që u vra Baci Regji. Edhe si u shku u zaglavit në forcat, te në bari qemet, që këma bari qemet, të. Ma nëjna unë nuk e di që ka u bon, qysh u ardhe sapi, sa ka liptu, sa s'ka liptu, vesh raj. E me rajt nuk duhe realitet, unë aty nuk i kum pasja u bon. Baza Sheremet, po, është... As Baci Sheremet nuk po kom aty, nëse zgaboj, po, nëse zgaboj, aty i keni ofër, i keni pas kuqerin edhe atë farë Rukijen që është masakrua, po, me 7 zonë. Po. Kushre kom Seferin. E burri i saj ka qëlluat natë të jo, nëse zgaboj, a? Po. Aty në orë forës të konë Beqa Ibrahimit, o konë Iliri Seferit, o konë Syli Hasanit edhe kjo... Samia, i në orë, Iliri ka këtu qëtëta, ka kërsit, e në shkuj në orë dhe dhe të një, i një padrom ka nejt, 2 bënësht e mi, edhe ata aty. Që ta shkum një ma vënë. Që kështë pason Samia, një djallit vetë, ka thonë një binak, na me pështu jë. Po pas shkum një mërë halallin ty bën e lote në unë, a i pore i Nazmija vra në barë. A i ka thonë më ka vra, shkoj kalzëni, babë, si të ka vra vlau Regjepi, Beqa Ibrahimit, Gjemshir u dollë për atë ushë, Gjemshirin thëj dyre ka gjua të matë, vishtë silke, se ka murë. Gjemshiri mrena me kalzohu atë, i ka një, u kia shonë në 7 zonë. Se kom pasur në ranë, asërë se feri ku një plegun fort në 2 shpatat, i ljenë në vene kanë kërë 2 mrena në sërë vetë, për atë ujtë i nërë tonë. Dëllë e këpëtera, gruja thej ke pëmdo, kur shke kështim sukur pejtë në frizish, kështu që kur për në za shpia, kur largaj ka shpia në rejsh, ke krekin të rënon, e ka gju pluqen temë aty u konë. O vra aty 4 djemët, Beqa Ibrahimit, edhe Iliri Sefertin, 6 vranë në bërtemin. Nëse zgaboj pas luftës kanor, policia e Kosovës, edhe të ka morë pyetje për këtë krime makabër që e mbo? Po, që tash ma vëni, në orë të kanë morë aty qëshën. Vra, unë e kom dhe letra, se Bajram, Kërmende, shukun e lukat, ajo orë të kom, e marrë këra lukën, pyetje muje, so si më konat atë. Aty, thamë ka tesh për më përtet. Dije mirë, kur shkojnë gjysht hokës, dije mirë që a ke full që të fjollë me thonë. Dhe kom delita më kanë pështu i kom të një. Tha i thesha mos më rëmër me fjollë, së kur sa resh më ka vla djemët. Nuk ka rruat, po 4 vladë. Njën kohën, u vrajtën, zoti, aju kohën, aju vra me djemë. Pa të kanë thirë gjikota august ty që të ka thonë qëtë? Mjeki, orda, natë ka thonë një jumë. Shpitalim t'i kom pas rëpë. Me thonë një jumë, a nesën mas se këto të kaj kjo se kojtar besë? Verë shokën në dhe kanë vërë. Kush ka morë pisë, dikush... Pa të kanë thirë gjikota august me thonë? Jo, kur më. Kur? Jo, veshtë i kom atë në dokumentin, më s'ka thirë, edhe kur në gjyshtë august, edhe u kja deqë, unë s'kom pas më shku. Qka do me thonë kjo për ty, Baza Sheremet, pa dosht me politizu, kur krerët e ushtërisë ligjore të Kosovës pa akuzuar në hokë, duke di që na si jem ata që kem kry masakre edhe këna bo, është e ronë për ty? Valloj bre, për mu zërë të fulli, për çka zërë. Pse bre vëllo, për na i mërë se na gjohë botë i bëndi kjemë, unë e pare fulla për fulli edhe herë. Gruja të herëve e vlatë, kënë reftyrës. Ftyrën me modë se tomë. Ata dullën shkumë. Dhe të thetë, pse neve se s'po vjen me kallëzu që ka bo krime. Para nëuna, para fëmijë, para që ta shkesh ditë pak lek, edhe fëmijën 3 muj ditë që kishë bro. Po na si kem bo kur gjë? Unë s'jam... Ushtëria ka rëgë pushkën, se bepjen bo, Amerika erë një mëjë në pështaj, me një jëmë tyne. Në s'jam një dhimje,
të mëdha, s'kam çfarë më kërkoj, inshallah Zoti më bani pushtet që janë drejt. Amen. S'kam çfarë më marr kërkonë me Zot dikun. Mu më kanë ardhur tona partit, i kum pris jo me asnjë, jo me të lidhën tëm me mërzin tëme. I fsha mirë, ka fol mirë, le të fol këta ushtorët e dinë që kanë punë si më konë smerna me ato çështje. Basa s'kend për ty, a është e rënë edhe për dëshmorë, domethënë kur pa akuzuar krahët e ushtrisë. Sigurisht është e rënë se ata janë themeli i ushtrisë ligjore të Kosovës, edhe është shumë e rënë, megjithëse ata për çka mua ka zgjuar. Ata është Zoti e dalshin pas e bardh. Edhe hiç pa shtypje kanë me dal liri edhe kanë me dal pa një herë në kom. Absolutisht. Se nuk janë pajtuar, kërkujna bon nuk i kanë, kur par krimi bon nuk kanë. Krimet më të rënda për mua janë sot qita njerëz që quhen edhe folin kundër ushtrisë qëllimtare të Kosovës. E vërtet. Ma krimi i madh është çaj, se çaj njeri që ka dalë për bolla mikut. Unë thash pak ma herët edhe apet, po thonë pej 1916 e diktena i metashin, ka shumë njerëz që kanë dhënë jetat, edhe kemi shumë burra të asaj kohe që në konë, po këta tash pej 1916 e diktena i tash më quë e më na akuzu për krejt ato punë, që ka në konë ata, ku po i e na edhe s'ka po bëngot me neve. Jo më quë na vetë, po më je kes me thonë, po shlirë mu i me thonë që këta veç shqipëllë sa janë e jo shqiptarë. Shqipëllë sa janë edhe shkjetë, edhe ata ti me full shqipë. Pse se flasin shqipën edhe për tjetër sen. A për e sa pëtamin qita njerës shka flasin keq kundër ushtrisë qëllimtare të Kosovës, quen kundër Hashim Thaqit, kundër Kazim Veselit, kundër Jakub Krasniqit, Recep Selimit e shumë tjerë shokë që i kena atje, këta unë nuk e di që shenin vetër si shqiptarë. Edhe kur mu s'ma mërë menja pse janë shqiptarë ta. Ani pse fletë Shqip. Në të fletë Shqipen ai. Shqipen njerë është mirë me ditë të në gjungët. Vetët shqiptarë me i thonë, ai që është kundërshtarë, i vetë vetës edhe kundërshtarë, i gjithë t'i gjakit që i vëdera, mu më vjen shumë ranë. Edhe shumë prejku në di vetën. Është edhe një këngëtar gjatë kohës kur kanë qenë luftimet atje në Qirez dhe Lukashan edhe kur e mbon masakrat, ai ka pas një këngë Jam Kosova e Shqiptarisë, është Ari Vladi. E unë ju mundu me pas sonë të musafer, fatkeqësisht fizikisht s'ka mujt me qenë prezent, po e kemi lidhje direkte nga Brukseli. Sonë të përit e Bacës Sheremet edhe Bacës Skend, ka pos dëshirë me u lajmëru. A ban? Ban. More. Ju faleminderit për Regjia lidhë me Ari Vladin e së edhe na e nderojmë edhe e respektojmë Ari Vladin. Kem respekt për to. Sigurisht. Edhe përshëndesëm për kësaj studio. I qëmë të pala shumë. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma i themi këngëtarit tonë të mrekullueshëm Ari Vladi. Basa Arif, mirëmbrëma, mirë se erdhe, faleminderit shumë që gjeti kohën me u lajmëruar live nga Brukseli. Mirëmbrëma, i nderuar, është kënaqësi për mua që të komunikoj me ju. Faleminderit shumë, sonë të musafere kemi një ish ushtar të ushtrisë ligjore të Kosovës, Basën Skender Xheli, si edhe e kemë Basën Sheremet Sejdiu, njeriu që ju kam vrarë gjatë luftës 4 djemtë e tij, kanë rënë dëshmor për lirinë e Kosovës. Ndoshta të kujtohet ty e masakra e Qerezit edhe Likoshanit, sepse je njeriu i parë që i ke kushtuar kong asaj pjese. Tjetër që po, edhe i kam shkel edhe me kom ato mbas luftës. Unë i përshëndes ata që janë studiot e këty, edhe ju shprehu mirënjohjen dhe dashamirësinë më të madhe timen për ta. Ndoshta kjo ka qenë edhe arsyeja pse ti i ke kushtuar kong Jam Kosova e Shqiptarisë. Likoshanësit ja prind pragun, a është ashtu? Likoshanësit ja bëjmë pragut. Po. Kjo ishte më njerë mas betejës së Adem Jasharit dhe qëndresës së tij në shtëpinë e Jashareve dhe më njëherë lindi kjo konga. Poeti i madh Gjok Beci
e shkrujti këtë këngë me shumë ndjenjë dhe që për mua është vetë historia e artit kombëtar dhe luftës së dytë më të rëndësishme mas asaj të Skënderbeut, që është lufta çlirimtare e Kosovës. Po çka ki dy fjalë sonte atë kujtuhet pak me na interpretu një varg të kongës tuaj të lavdishme që e ke këndu në atë ku. Janë këto gjamo, o si herë të tjera na dreniso, o na undal pranvera. Këto janë emocione që sa herë ti këndosh, sa herë ti thuash, janë emocione që jo ne brezi që i kemi përjetuar, por edhe brezi i ri duke i ndëgjuar këto këngë dhe duke u shpjeguar ne historinë e luftës çlirimtare të Kosovës, edhe ata futen dhe e përjetojnë realisht ndjenjën kombëtare dhe lirinë e Kosovës. Po me që jemi Por sonte... çfarë kam unë? Po? Më falë, çfarë kam unë për të thënë? Janë dy kryevepra që s'janë të Arifit, as nuk janë të autorëve të tjerë që i kanë punuar, si Gjok Besi apo Edmond Xhulali apo Agim Doçi. Po këto janë kryevepra të kombit, janë monumente të lirisë së atë dheut. Edhe për fat keq, të gjitha qeveritë e Kosovës mbas lufte nuk kanë mbajtur qëndrimin e merituar ndaj këtyre kryeveprave për t'ia lënë dhe për t'ia arkivu si monumente kulture brezave që vinë. E megjithatë, nuk po futemi tash se në këto kritika Pa dosh me politizu sonte emisioni, çka ki dy fjalë edhe për ish krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës që po mbon padrejtësisht në Haag, sepse të kam pa shpesh herë ke marr pjesë në për protesta. Jo vetëm ata që janë çlirimtarët real, ata që sakrifikuan, sot ata mund të kishin këngë si heronj, si dëshmor, por fati i tyre ishte që mos t'i rrok tek plumbi i armikut, po sot dënohen me pa të drejtë. Dënimi i pa drejtë gjithmonë nuk do të qëndrojë. Kështu që çlirimtarët nuk ka burg për çlirimtarët. Për çlirimtarët Bravo, Dargiti, bravo. Ka vetëm lavdi, ka vetëm heroizëm. Ato me siguri që nuk do të kalojnë shumë muaj, edhe do të kthehen në atë dhe. Do të kthehen aty ku u lindën, aty ku luftuan dhe aty ku frymzuan një komb për liri. Baza Sheremet, dy fjalë për këngëtarin tonë të mrekullueshëm Arif Vladi, besoj të kujtohet Marshu që jam Kosova, o e shqiptarisë. I ka kushtu kongë edhe masakrës, domethënë të Likoshanit dhe Qerezit. Unë dhe falenderoj shumë këto, njëra ju rritë, Zoti njëra ju të shpërbleft, s'na rënë, toni jemi shtekon këtë mira, jemi liru, bom pak ma dashun, bom pak ma të fort, të dojnë pak ma shumë një tjetrin. Bravo, dhe të kitje për Baza Sheremet. Baza Skin? Falenderit, Baza Sheremet. Shumë respekt për Zotin. Flet për Ekazin, dallë të gjakut, Likoshan si t'ja bëjmë pragut. Po Baza Skin, dy fjalë? Shumë respekt për Zotri Vladin, është i nderuar gjithsera, edhe ka qenë, është një këngëtar i mirë. Kemi shumë respekt ndaj tina. E për kësaj edhe juroj pat e jetë gjatë. A muj me full. Po. Mos na harro ka na qenë kongë, na pajta zemrat. Na qenë kongë, po na pajta zemrat ka nere. Pa tjetër që po. Po ne vetëm detyrën bëjmë. Herojt i bëjnë këngët, ne vetëm i interpretojmë. Bravo, do të gjithë e mua. Basa Arif, çka më thon tjetër përveç se më të falenderoj shumë edhe më të përshëndet nga Kosova e largët. Faleminderit shumë që sot u lajmërove. Unë përshëndes shumë që këta personalitete, këta njerëz original, këta familjar, këta çlirimtar që i fton shpesh në studio, t'i bën një punë aq të mirë sa që brezat do të kujtojnë edhe gjitha kjo që bën ti do të metet në arkiv nderi, sepse vitet ecin edhe këta personalitete që ti i thret, ndoshta mas disa vitesh nuk do t'jenë.
por dokumentimi që bën ti dhe arkivi jot do t'jetë një vlerë e madhe për historikun dhe për arkivin legjendar të Kosovës. Unë falenderoj përgëzoj dhe të falenderoj. Faleminderit shumë, i ndershëm, nderon, je i madh vërtet, je artist i popullit, falenderoj shumë. Shumë respekt për të ftuarit që ke në studio. Faleminderit shumë. E mirë poshtë, më uroj më të poshtë edhe live në studio. Faleminderit shumë. Patjetër që do krijohet mundësia dhe do të jemi ballë për ballë. Faleminderit shumë, do të vite për rikëtë. Natën e mirë, faleminderit shumë, faleminderit. Shëndet. Faleminderit. Baza Sheremet, me siguri të kujtuhet moshi që kësi, ari Vladit edhe... Aja, lëm fjallën pak muzikës, fitim goshin e kemë sonte me një kong pak patriotike. S'kena për fitimin. O gjashtë e tora, o gjashtë e tete, na u hapi lajmi, o i vërtete. Na u hapi lajmi, o i vërtete, si në radio, ashtu në gazete. Si gazeta ashtu në radije, së në Prishtin, na u majtë mbledhije. Se në Prishtin, na u majtë mbledhije, për flamuri. Ku qezije, oj Shqipania, rema, kush s'thon ty, i plasht zemra. I plasht zemra dhe ju shkru mofte, për vatan kur mos u gëzofte. Valja, o bajrake, shqiptaria t'kala me qake. Valja, o flamure, kastriotit ka pas në dure. Oj paria ku sheh majti, në bregas them jashari. Se jemi vazën, jemi shqiptaro. O mare mbroj me flamuri, e hajo more të në kotara njohe. Bravo, faleminderit shumë. Baza Sheremet, çka ki dy fjalë me i thonë trive, që po e shohin këtë emision me javlon amanet. Thash, po di ka me mbojt me asi, unë po thonë. O këshna thonë, të dojmë prind, të dojmë dhejmë, të dojmë vendin tonë, të dojmë shtetin tonë, se kem prit asret, unë jam të qajmë me pleqë, ku më thonë mujtë mi shkel tokën e Shqipërisë, ma shumë zdu. Sot po shkoj po vi. Të lumet natë me shteti junë, të lumet natë që ke vllazët tonë, motra tona, për mu. Djemë të kanë dhonë jetën për që të, po plësu se këm krejt tonë në për detyra. Pa morë prasysh, dash s'këndirën, ato në dashku, për tonë i këm vllazën me që
mirë. Shodha Zoti, tonë është në jetën e të mirat e dashnin me zveti shodhat mes. E përshëndet gjë. Amen. Bravo, dhe të kiti për bërë. Basa Skender, çka ki për fund me thonë shikuzve? Për fund, para sa me vo për fund, po më duket mos i mirë ta bërë rasim Kishines, nuk e këmë përmenë, këmë harruar, këmë qitë mas mes. Edhe e përshëndes për vdekti, u konë shumë burë i mirë, edhe konë shumë djali fort, po më ka dalë për mes, nuk e këmë përmenë bashkur u duft. E për trit, çka me thonë, mesazhe, na tonë jena konë shkollë, tonë kena mësu ka pak. Krejt këtu jena mësu, këtë shkolla na ka mësu me morë pushkën edhe me dalë anë mikët për balë. Krejt i kena ditë historijat, bile me të kalzuë një qaj, që kam kanë duhe mund, kur im ka ushtari i Jugoslavisë, ish Jugoslavisë atëherë. Isha ushtarë edhe me 80 nishen me 4 prill, 80 nishe që më shku ushtarë. Me 13 maj luftaj ta Ermea. Edhe peja të ushit, na shtrunë zëllumin neve shqiptarëve, na marshin pyetje dhe na vetëshin ma shkurti për demonstrata dhe 80 nishën demonstratat kanë fillu qatë ditë që në konë 4 prilli, demonstrata ndërnasin konë. Ma shkurt, si shkurt se në shtada nuk ka kohë shumë, më thajke aje kapetan me grada u konë, që po dëni jo dhe që po kërkani jo. Ish fjolla për demonstrata. Thash po i nuk e di bro, unë jam njeri pa shkollë, thash nuk ti. Pa ti njeri pa shkollë po. A din me më kallëzu ti, tha ku ka njeri pa shkollë, thash po. Ku thash që unë jam vetë. Tha nuk mundesh me koti pa shkollë. A pse s'mundesh me pa shkollë? A pse çdo shqiptar tha ka shkollën në shtëpi vet. A ki uëd? Tham po. Tha uëd është shqiptarit, është shkolla shqiptarit, është uëd është E vërtet. Edhe krejt historijat përmenen në për uëd është shqiptarit. Para se me mbyll, Basa Skend, po? Do shta më të vetë diçka se të me ta bësh falë edhe për ish komandantën e përgjithshëm të ushtrisë ligjore të Kosovës, Azem Sylën, thonë më ka zonë krevetin. Tambarosha këngëtarëve ju thej këtyne me Sharkia. Edhe ata thej keja mojnë ju e historinë. E vërtet. Edhe është shumë e vërtet që na pej këngëtarëve, pej shahirave, edhe prej udave shqiptare, i kena mësu historitë edhe jena mësu si duhet me kap pushkën edhe me dal armikët për balë. E ju kësha lutë, e ju kësha thok këtyne trive, dhe të morën pak në të mësojnë, e mos i ngojnë dhe dilin gji, e dhe bashkëpunëtorët Serbijës, se vallahi s'kan mja po hajrin atyne dhe kur ata mendojnë që kanë me shku atje, por nuk mundën me mri. Kush është një hajlja, më ardhë pej Greqije, e me nasonu, na s'kena luftu më ardhë, grek me nasonu në Kosovë. E me në dhalhes Kosovën grekt. Albin Kurti me grek bashk, me sërb bashk, ma shumë fletë sërbisht, se që i fletë shqip. Shko në përshëndet atë qetnikun e Mitrovicës, këtë parë që shë patë emnin, që e vrarë shkjet, për shka. E mos t'i ngojnë, da gjim bahtira, da këta dio në shka janë, mos t'i marrë me emën tonë. Po, s'ka problem, po. Krejt anti-komtar, anti-shqiptar, anti-kosovar. E vërtet, po. E qështje. Për fund, apo na ka zënë qatë histori, se jemi minutat fundit, ty jena të të pritë. Po, Azem Sylën ka shku në Burg para me, unë kur jam shkue, veç nuk e kum taku aty. Ka dalë edhe në krevet tina i më shkuune. Edhe po më thojnë qeshi që ka flejt në qitë që liu ka në Azem Syla. Ashtë bashkë mirë po më pilqeshi që thash sa të rrisi që du më najtë edhe u kry puna. Edhe kum najtë që li tina, edhe ju konë padrejtësisht, edhe tina e kanë quë, e kanë quë Fatmilimen, e kanë quë atjesën, e kanë quë këta.
Me amër të Zotit, edhe këta kanë me dalë si kur ata pa që barë, dhe kanë qura Musharadini, në ku ta di unë. Kretë luftetarë që ja kanë njësë pej mas lufte. Vës me të ratë për hogë dhe me fuel çka unë një zezë, çka unë një keqe, e me morë. Kretë antivlerat me morë në dorë. E vërtet. Po, s'ma mërmene që kanë mi arrit qëllimit. Faleminderit shumë Qeshit, Basa Sheremet. Faleminderit për juve. Faleminderit shumë, ke nderuar shumë. Notën e mirë, faleminderit shumë. Basa Sket, faleminderit shumë. Faleminderit fitimit edhe Arevlodit, faleminderit të shikuesve. Notën e mirë kaq se personte shihemi javë tjetër sigurisht.